Në CV-n e kandidatit lëvizjes vetëvendosje për fushë Kosovë, Valon Prebrezës, këtij që i ka punësu pothuajse gjithë anëtarët e familjes përmes kontrollit të hekurt në ndërmarrjet publike, thuhet se nga viti 2017 e deri në vitin 2022 ka punu në kompaninë Bashkimi Projekt SHPK në Prishtinë, në sektorin privat. Aty ka shkruar vetë Prebreza, ka punu si udhëheqës i sektorit furnizimit me material ndërtimor. Më pas, e gjeta edhe një letër rekomandimi nga kjo kompani, më saktësisht nga pronari i kompanisë Abdurrahim Hasani, ku thuhet se kjo referencë vërteton se Valon Prebreza ka punuar si udhëheqës në kompaninë tonë. Madje, më poshtë thuhet edhe se ne i besojmë se i lartësekuri edhe në të ardhmen do të ketë sukses në secilën punë që i besohet. Sua merr mendja juve, po letra e referencës është e rëndë. Dhe kjo CV e Valon Prebrezës është e rëndë. E pabesueshme e di, por kur kontaktua me vetë zotëri Abdurrahim Hasanin, pronarin e kompanisë, ai na tha se jo vetëm që Valon Prebreza kur s'ka punu në kompaninë e tij, po ai as që e ka pa ndonjëherë këtë njeri në jetë. Domethënë Valoni nuk ka punu kur në kompaninë e juaj. Një tem kur po se kam. Ja dëgjojni të plot komunikimin ton me zotëri Abdurrahimin. Sipas një CV-je që e kam përpara, edhe sipas një letër reference që e keni lëshuar jo dhe e keni nënshkruar në vitin 2022, Valon Prebreza, kandidati për kryetar të Fushë Kosovës që është tash, ka punuar në kompaninë e juaj Bashkimi Projekt. Janë Prebreza. Aha, unë kam një letër reference për anës juaj, është nënshkruar me për anës juaj, ku thoni që Valoni ka punuar prej vitit 2017 deri në vitin 2022. Janë Prebreza ka punuar të na, është avokat tash. Po. Valoni një tem kur po se kam. Që letra e referencës prej kujt është lëshuar? Apo fiqet letra e reference? Po, e ka më mjau dërgu. Po. Domethënë Valoni nuk ka punu kur në kompaninë e juaj. Një tem kur po se kam. Veç vllai i tij Ariani. Ariani, nëse është gabu, çat ku ka punu Ariani te na. Po, 2017-2019 me gjas ka punu, ose 2017-2019, na 7-20, te 20 nuk e di. Pra, siç kuptohet, Valon Prebreza kur nuk ka punu në këtë kompani, po vllai i tij Ariani. Ky i njëjti që më ka bëu pa di mua si avokat i vllait, kishte për shpifje. E kuptoni pra çfarë duhet këtë ndodhur. Valon Prebrezës është dashur një vend pune paraprak dhe e ka mashtruar CV-n, e ka falsifikuar letrën e referencës nga puna e vllait të tij dhe ka lënë një numër të dikujt të vetit. Kjo nuk është vetëm thellësisht e pamoralshme, po edhe jo ligjore. Paraqitja e rreshme dhe falsifikimi të dokumenteve të prezantimit dënohet me ligj, por i njëjti sot është ngarë serioze për të udhëhequr me një nga komunat më të rëndësishme në Kosovë, ato të Fushë Kosovës. Pra, njeriu që prodhon edhe këso lloj mashtrimesh në Kosovën e vitit 2025 ka shansa reale të lihet në dorë një komunë të tërë për ta zhvilluar krimin e paskajshëm. Veç paramendojeni në mendje e tillë çfarë mashtrimesh do të ekzekutoj kur t'i lihen mekanizma pushtetin në dorë. E di po ashtu që një numër qytetarësh tashmë ka mundësi që bën fare përshtypje. Atyre qytetarëve që shpres humbur e bark zbrazur, ky mashtrues i ka gënyer me një rrogë diku, me një ndim diku tjetër. Sepse njerëz të tillë si ky Prebreza eksploatojnë deri në pabesi në thellësinë e fatkeqësisë njerëzore. Po unë këtu i drejtohem shumicës. Në momentin që votohet dikush si ky, aty automatikisht humbet çdo e drejt për të ankuar më pas çiftin e tij. Ky mashtrues ekstrem, votën tuaj e merr si pasaport, si leje kalim për shfrenim total të pasioneve të tij më perverze për të dalldisë në këçbërje, që nuk kanë fund, që nuk kanë karar, që nuk kanë limit. Po, vendoseni vetë.